nuk pres asgjë. Punët e mira nuk lihen ditën e fundit. Por sot vjen perdja e madhe e mashtrimit teknologik, në të cilin mashtrim na shton vazhdimisht se numrat për formimin e qeverisë janë se ka shumicë se po bllokohet vullneti i popullit të Kosovës. Ja tani ka shmëcia për të parë të vërtetën para popullit të Kosovës. Sot natyrisht nuk votojnë një ligj zakonshëm. Sot mandatari duhet të prezantojë shumicën, që është thelbi i demokracisë kosovare. Dhe këtë shumicë do duhet të formohesh në institucionet e Kosovës. Për të formuar këtë shumicë, një njeri që fiton zgjedhjet ose deri pari nga zgjedhjet, do duhet bënte përpjekje me çdo parti politike për të bërë një shumicë e më së paku talente këtë punë në ditën e fundit. Ditën e fundit është show populist, siç është e zakonshme. Po, zotëri Abdizi ka një taku jo me dika nga partitë e tjera deri tash opozitare, është raportuar për një takim me zotrin Limaj, a ka ndodhur ose ka gatuar datën, nesër e kemi takimin, dhe takimi është miqësor, konsultativ, jo për çështje qendrore. Është takimi i dytë që bëhet për që nuk e votojnë në qeverinë. Gjitha votat e sigurta, janë të dëkës që nuk e votojnë. Deputetët e LDK-s janë të lirë të votojnë siç mendojnë, por deri më tani kanë deklaruar në vazhdimsi secili prej tyre se pa marrëveshje politike s'ka problem këtë shumica. Anjëherë po them, nuk po votojmë një ligj zakonshëm të Republikës Kosovës. Duhet të ketë një mazhorancë që për 4 vite e udhëheq qeverinë me legitimitet qytetar. Kur ka mazhorancë, bie që populli i Kosovës i ka dhënë të drejtën kryeministrit të arshëm, kushdo qoftë ai, të vendosë për fatin e tij. Rast dështimi të Kurti sot, ai ne gatshëm që të bëni pjesë ndonjë formacioni të qeverinë. Nuk ka parti të dytë, nuk ka parti të tretë, të katërt në çështjen e raundit të dytë. Mund të prapë edhe i parë edhe një herë të kërkojë për 10 vjet të ashme partia e parë për të kërkojë mandatarin, nuk ka shumicë në Republikën e Kosovës. Ju kam thënë kështu nga dita e parë, kështu po del deri në fund. Po shkojmë sipas gjitha gjasave drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme, por sot le të shihet qartë. Ajo që kemi thënë herë, që bllokuesit e vërtet janë ata që s'kan arritur për asnjë moment të bëjnë një shumicë të thjeshtë me një marrëveshje politike siç i kërkon, siç i palije secili parti politike. Nëse ka zgjedhje do kemi me një listë me nismën pasi që do të marrni takim me. Edhe është takimi i dytë që po e paralajmëroni këto. Ju që keni shumë të avancuar se sa një parti politike në diskutime. Ju faleminderit.